Mirë se erdhët. Sot do të flasim për një kurth psikologjik, një prej atyre që na prek të gjithëve, shpesh pa e kuptuar fare. Është si një forcë e padukshme që na formëson opinionet e që në një ambient pune mund ta fshekë të vërtetën mu para syve tanë. Pra, le të zhytemi te kurthi i provës sociale. Le ta nisim me këtë pyetje që është goxha provokuese. Po çfarë ndodh kur shumica e ka gabim? Kur zëri i grupit, ai zëri fort, e mbyt zërin e së vërtetës. Sot do të zbërthejmë pikërisht këtë fenomen, se si presioni për të përshtatur mund të na çojë në drejtimin krejtësisht të gabuar. Dhe ja ku arrim të thelbi i çështjes për sot, tendenca e provës sociale. Një mekanizëm psikologjik që, besojeni ose jo, e përjetojmë të gjithë, shpesh pa e pasur iden. Pra, si funksionon kjo gjë? Në fakt, është shumë e thjeshtë. Truri ynë merr një rrugë të shkurtër. Ai supozon se, hey, turma duhet ta di më mirë. Nëse të gjithë vrapojnë në një drejtim, e po, atëherë edhe ne duhet vrapojmë, pa e pyetur fare veten se nga çfarë po ikin. Ky është një instinkt i lashtë mbijetese, por në botën moderne, sidomos në zyrë, mund të na mashtrojë rënd. Dhe kjo sjell me vete rreziqe shumë reale. Mendimtari i madh Charlie Munger i identifikon këto 4 pika si pasojat më të rrezikshme. Dhe në një hetim në vendin e punës, këto nuk janë thjesht koncepte abstrakte, janë dështime konkrete që mund të shkatrojnë karriera dhe të dëmtojnë imazhin e një kompanie. Mirë, për ta bërë më të prekshme, le të kalojmë tek një shembull konkret. Do ta quajmë rasti i zyrës së heshtur të kompania Tech Vision, një kompani fiktive sigurisht. Këtu do të shohim se si prova sociale vepron në jetën reale. Në qendër të historisë kemi Albin. Ai është një menaxher i akuzuar se përdor një ton për të çmues dhe ushtron presion të panevojshëm. Deri këtu një situatë mjaft klasike për çdo departament të burimeve njerëzore. Më pas kemi Silvën. Ajo është punojësja më e vjetër me më shumë përvojë dhe me shumë ndikim në ekip. Fjala e saj ka peshë të madhe. Bajini mend këtë detaj sepse roli i saj është absolutisht kyç. Dhe së fundi, Era. Ajo është personi që pati guximin të flas, duke bërë ankesën fillestare që nisi gjithçka. Okej, hetimi fillon dhe ja ku shfaqet kurthi. Silva, figura me ndikim, jep këtë deklarat kaq të prerë. Por prisni pak, këtu bëhet interesante. Menjëherë pasaj, 3 punonjës të tjerë përsërisin pothuajse fjalë për fjalë të njëjtën frazë. Për hetuesin, në fillim kjo duket si një konfirmim i qartë se ankesa nuk ka bazë. Prova sociale po bën punën e saj. Ndërkohë, çfarë po ndodh me Erën? Ajo fillon të ndjej gjithë peshën e opinionit të grupit. Fillon të dyshojë te vetja, te perceptimi i saj. Ky është një efekt brutal i provës sociale. Jo vetëm sheh të vërtetën, por e bën viktimën të ndihet e izoluar, madje edhe fajtore, aq sa ajo gati sa nuk e tërheq ankesën fare. Kur diçka nuk shkon, një hetues me përvojë fillon të vërejë një model të çuditshëm. Ngjashmëria e dëshmive është tepër perfekte për të qenë e vërtetë dhe pikërisht këtu historia fillon të marrë një kthes krejt tjetër. Dhe kjo është pyetja që vlen miliona. A ishte zëri i asaj shumice një reflektim i së vërtetës apo thjesht një jehon e zërit të një personi të vetëm? Dhe ja ku vjen çarja e parë në murin e heshtjes. Një punonjëse e re, Megi, gjatë intervistës së saj, pothuajse e pëshpërit. Ne nuk duam të dalim kundër Silvës. Bum, kjo fjali e vetme shkatron gjithë iluzionin. Pa pritur bëhet e qartë se nuk kishim të bënim me një konsensus, por me frikë dhe konformizëm. Tani që maska ka rënë, hetuesi e kupton se duhet të ndryshojë strategjinë nga themelet. Pika kyçe tani është të kalojmë nga mbledhja e opinioneve të ndikuara te kërkimi i fakteve të ftohta, të thata dhe të pavarura. Dhe ja si duket kjo metode e re në praktik. E para, intervista anonime për të hequr presionin e grupit. E dyta, pyetje për fakte konkrete, jo opinione. Pra, jo çfarë mendoni për Albin, por më jepni një shembull specifik. E treta, analiza e komunikimeve me shkrim, sepse fjalët e shkruara nuk gënjejnë kollaj. Dhe së fundi, krahasimi dëshmive jo për të gjetur ngjashmëritë, por për të verifikuar pavarësinë e tyre. Dhe rezultatet? E po janë si nata me ditën. Si të shihet qartë në këtë krahasim, ndryshimi është dramatik. Nga një grup që në dukja e mbronte menaxherin, tani kemi 5 persona që pranojnë se nuk thanë mendimin e tyre të vërtet dhe 4 prej tyre konfirmojnë sjellje agresive, tamam siç pretendonte Era. Më në fund, e vërteta doli në shesh. Pra, çfarë mësojmë nga i gjithë kjo histori? Ky rast na jep një rregull thelbësor për çdo që merret me dinamikat e grupeve, sidomos në fushën e burimeve njerëzore. Ky citat nga raporti përfundimtar e përmbledh në mënyrë perfekte. Kjo është pika kyçe.
dëshmitë e para nuk ishin domosdoshmërisht gënjeshtra, por ishin të pasinqerta, ishin të formuara nga presioni social. E vërteta u zbulua vetëm kur hetuesi arriti ta çmontoi këtë dinamike. Kështu pra, këto janë disa rregulla të arta që dalin nga ky rast. Së pari, mos u mashtroni kurrë nga zëri i shumicës. Gjithmonë duhet pyetur, pse po e thot këtë ky person? A është ky mendimi i tij i pavarur? Dhe më e rëndësishmja nga të gjitha, kërkoni fakte që mund të verifikohen, jo thjesht përshtypje dhe opinione. Dhe do ta mbyllim me këtë pyetje për reflektim. Në çdo grup ku bëjmë pjesë, sa të vërteta fshihen pas zhurmës turmës, jo vetëm në zyrë, por edhe në jetën tonë të përditshme. Ky rast na kujton se e vërteta shpesh nuk gjendet te zëri më i lartë, por te ai më i pavaruri. Faleminderit.